Pra, këta janë antarë të klikës, të cilët e kanë marrë peng Partinë Demokratike, e kanë stërkeqat dhe për interesat saj, një nga një, deri te i fundit, që është edhe udhëheqi i saj. Udhëheqi i klikës PDK-s edhe i klanit mbrana PDK-s është Urani Ismaili. Para mendojeni, nga 4 antarë të kësaj klike, 2 prej tyre as nuk garojnë. Njëri ka qenë kryetar partie, tjetri ka qenë shef i grupit, ministra, as nuk hin garë fare. Por janë vendimarrësit në këtë parti. Për shembull, a e dini që refuzimi i Fatmir Limajt nuk është bërë në mbledhjen e kryesisë të PDK-s? Një javë më herët e keni në intervistë në Pressing udhëhecin e klikës PDK-s, Urani Ismaili, i cili thotë që nuk do të marrim Fatmir Limën. Mbledhja e kryesisë ka qenë veç formalizim i vendimit të këtij. Dhe e dini po ashtu që në kryesinë e PDK-s nuk është votu. Pra ka pas një debat shkurt, kryetari u qu dhe ka mbyll çështjen pa debat për këtë punë. Sepse klika ka kushzu që nëse kthehet Fatmir Lima, i këta nuk marrin pjesë. Dikush nuk bëhet shef shtabi, dikush nuk hen listë e dikush nuk garon. A e dini që ky është i vetmi kandidat nga zgjedhjet e dhjetorit, i cili ka dalë nëse s'ka bëj 4 i votu në parti, e është numër 2. Pra të vetmit kandidat që s'ju kanë rru numri për qëtyne të votu në është kë. I ka 2 kandidat ma poshtë, që janë Gruda dhe Tahiri, të cilët kanë marrë vota shumë ma shumë se kë, e ky është prap numër 2. Ky e ka kushzu Limen, dhe ky e ka bo dhe koalicionin Prishtinë. 6 muaj gati e kalon Prishtinën pa koalicion. Nën kalkulimet ndryshme. U shpallën zgjedhjet, e shpalli koalicionin sepse i vyjnë për interesa materiale financiare. 5 vjet e qeverisin ndërmarrën pastrimin Prishtinë dhe e dini për llogu kur më i madh ka qenë. Me këta njerëz që kanë kontroll opozitën, qysh është Dyshja, Vjosa dhe Lumiri andej, dhe këta 4 kënej në krye me Uranin, të cilët jetojnë jetë luksoze, nuk kanë me mujt me bo opozit, dhe nuk dojnë me bo opozit. Në fakt, dojnë me qeveris sa ma shumë e kudo që mundën. Pra ndaj, është jetike, është e domosdoshme, qytetarët e Republikës, votuesi i PDK-s, strukturat e PDK-s, a e dini që është hera parë që Partia Demokratike hala nuk i ka publikuar listat në historinë e saj? Për shkak të problemeve të pafundme dhe të kurzimeve të pafundme për këtij klike. Duhet me u çliru, e mënyra për me u çliru nga kjo lloj opozite, kjo lloj qasje, është veç një rrugë. Me votu një opozit për një mend, qysh është Partia Social-Demokrate. Çfarë do tendenca tjera janë rrugë të shkurta e të cilat bëhen gjithnjë më të gjata dhe rezultati është i njëjtë. Mendi met pa opozit. Prandaj unë besoj që është mirë me kuptu që arsyeja pse s'ka pas opozit Partia Demokratike është qasja këtyne. A e dini çka mendon ky njeri? Ky mendon që Partia Demokratike duhet me bo koalicion me vetëvendosjen, sepse duke bo koalicion me vetëvendosjen për qytetarët bëhen njëjtë si vetëvendosja si PDK-ja dhe rrjedhimisht na kthehen votues. Që si logjika politike kanë. Këta s'dojnë betej, këta s'dojnë luftë, këta s'dojnë angazhim. Ju e keni po, del kandidat për Prishtinën, 4 vjet zhduket. Njeri numër 2 në listë veç 5 herë kishte fol mandatin e fundit. Edhe ato 3 herë për fundit, simon një javën e fundit para zgjedhjeve. As nuk flet, as nuk shfaqet, as nuk merret, as me Prishtinën që e qeveris, e as me PDK-n që e sunon. Prandaj, kjo është e keqja e opozitës, jo vetëm e PDK-s. Kësi lloj parti opozitare nuk duhet t'i lejoj mo, dhe zgjedhjet që po vinë duhet me vullos një opozit për një me që është PSD-ja. Faleminderit. Unë po luftoj kundër opozitës aktualisht për një arsye shumë thjeshtë. Po që po tregoj? Po opozit, ose me që si opozit, Albin Kurti është veç edhe më i fortë. Jo, po që po tregoj, tash po tregoj, nëse e ki problem qeverisjen e vendit, du të me pas opozit. Nëse se ki problem, atëherë jemi në rregull. Amo që ta e kanë rrit Kurtin.
Se po më thojnë mund nga njëherë qytetarët. Me drejt unë kom një mu dhe kom kontribu atje. A mune kom lënë kurti 26%, që ta e kam pru 51%. Dy fishim. Pra ndaj, unë besoj që opozita është e rëndësishme me kohën mbër një me. Letë bojnë opozit për një me dhe bashkëpunojnë. A mo që se që i shërbejnë ati dhe të tjerëve nuk unë. Do këtë ma shumë për shërben apet Albin Kurtit se opozitës edhe vetë vetës. Ditën e shojmë vazhdim kush ku i shërben. A ka dikush pyetje tjetër? Ju vetë se keni përmendur edhe gjatë ditës së djeshme që do të bëni aktivitete të ndryshme nga pjesa e opozitës që kanë bërë veç se deri më tani. Cilat janë aktivitetet që ndoshta do t'ju dallonin ju përkundër opozitës e partive të tjera? Fushata jonë s'ka me qenë konvencionale, fushata jonë ka me qenë kreative, çdo ditë, edhe kjo që sot po bëjmë është një lloj e fushatës dhe shpalosjes qasjes tonë, kështu që çdo ditë do të keni qasje të re, programe të reja, edhe si më thonë metodë të re të fushatës dhe besoj që kjo ka me qenë efektive në arritjen e një qëllimi që kemë. Ajo është që PSD të jetë në kuvend. Mirë, po nëse siguroni ulse në kuvend, cila do të jetë forma e kundërshtimit që do të bëni ndryshe nga opozita deri më tani? Varësisht nga problemi. Pra ne besojmë që reagimi nuk është as shablon, as i para mendum. Varësisht çka ndodh, varësisht sa problem është, edhe kundër reagimi jonë. Ajo që është e qartë, ne nuk jemi opozitë që flen dhe ne nuk jemi opozitë që kur në kuvend fotohet ose diskutohet për çështje të rëndësishme, ta dalin jashtë kuvendit dhe bëjnë selfie dhe ankohen. Faleminderit. Na e morim. Apo na lëni për pak punë.